pjesë të këtë takim, apo bazoheni thjesht e vetëm tek libri i gazetarit italian? Jo, unë nuk e kam nga gazetari italian, Klodiana, e thatë vetë ju, e para të parë që kanë zbuluar, që kanë bërë publik çështjen e dosjen e Arubës është gjykata belge. Është gjykata belge, ku në gjykatën belge ka dalë emri i Edi Rams. Nuk them se nuk e di se ka dalë si pjesëmarrës në takim, por di 100% sigurt që një nga pjesëmarrësit i ka deklaruar në gjykatë që jemi të marrur vesh me kryeministri, na ka premtuar se do investojmë parat tona në Shqipëri. Kjo është e sigurt. A keni ju dokument për këtë, zotë Berisha? Dokument për këtë edhe po, edhe jo. Konfirmim të plot kam nga miqtë mi, po atë që thua ti, ende nuk e kam. Konfirmim kam, që kjo ka dalë. Pra, Aruba, si që ka marrë belgu, ju garantojnë ju, Aruba është të 1 milion faqet këtu. Aruba është këtu. Po kush e hapi Arubën? Se edhe ky mban aty, zguxon. Po prokurori do e hapi, besoni, në 10 dhjetor? Ajo do hapes mbyllet kur, jo garantoj. Se di, nuk mund të them, nuk mund të paragjykoj, as jo as po. Po ajo do hapet, sepse është një gjë akt i shëmtuar, do hapet patjetër.